I madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu na mëson nëpërmjet pejgamberit alayhis salatu wasalam një lutje shumë interesante, për cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush e bën këtë lutje me sinqeritet, Allahu do t'i largojë atij gjitha shqetësimet, ankthet, streset, gjithë problemet që i ka. Po hajtë me se ne po përjetojmë smundjen e shekullit. A thua vallë para 15 shekujsh, profeti, pejgamberi i Zotit, ke dhënë një zgjidhje po. Pejgamberi alayhis salam ka thënë se kush i lutet Allahu duke thënë, o Allah, o Zot, unë jam sklavi yt, robi yt, pengu yt, bir i sklavit, i robit tënd, bir i robreshës, i sklaves tënde. O Zot, çështjet e mia janë duart e tua. Mbi mua zbatohet gjykimi yt. Dhe mbi mua ecën plani yt. O Allah, o Zot, të lutem ty me emrat e bukur. Me emrat e tu të bukur që ti ja ke mësuar dikujt për krijesave të tua. Me emrat e tu të bukur që ti i ke fshehur e nuk i din askush tjetër përveç teje. Që Kur'anin ta bësh qetësi, rehati, prehje, shpëtim, pranverë të zemrës, gjoksit, të shpirtit tim. O Allah, me këtë Kur'an mi largo brengat, hallet. O Allah, me këtë Kur'an më jep çiltërsinë dhe më bëjt kthjellët. O Allah, me këtë Kur'an më ndriço si në këtë botë edhe në botën tjetër. Kush e bën këtë dua me sinqeritet dhe duke e besuar, Allahu xhalla xhelaluhu, thot pejgamberi alayhis salam, Allahu xhalla xhelaluhu do t'ia largojë atij, do t'ia largojë hallet, brengat, streset, sikletet, ankthin. Ku dëgjon çfarë mund të jenë këto smundjet postmoderniste, që nuk ua dim të gjithave emrin.